Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe na ka nxitur që të kemi moral bukur. Dhe ka përmendur mirësitë e mëdha të moralit të bukur, moralit të mirë. Në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Akmalul mu'minina imana, ahsanuhum akhlaqa, wa khiyarukum li ahli." Ka thënë besimtarët me besimin më të plotë janë ata që moralin e kanë më të mirë. Pra besimtarët më të mirë janë ata që moralin e kanë më të mirë. Kjo tregon se morali mirë përfshihet ke imani. Dhe njeriu pa përmirësuar moralin nuk bëhet besimtar i mirë, nuk është një fetar i mirë, ka mangësi. Bismillahirrahmanirrahim. Është pjesa e fundit e hadithit që do t'u shpjegoj, por është shumë e rëndësishme. Plotson hadithin, plotson fen, zbukuron fen e njeriut. Dhe tregon madhështinë, vlerat dhe meritet e kësaj feje, që rregullon jo vetëm lidhjen e robit me Zotin, po edhe lidhjen e robit me njerëzit. Respektojmë jo vetëm të drejtën e Allahut, po dhe të drejtën e njerëzve. Kështu që është një porosi shumë e rëndësishme e profetit sallallahu alaihi wasallam: "Ittaqillaha haythu ma kunt, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kije frikë Allahut kudo që ti jesh. Pasoje të keqen me një vepër të mirë, që e mira ta fshijë të keqen, dhe sillu me njerëzit me moral të mirë, të bukur. Sillu me njerëzit me moral të mirë, me moral të bukur, është porosia e tretë që i ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam Muadhit radhiyallahu anhu, dhe që ka transmetuar Abu Dharri bashkë me Muadhin, të dy sahabë të nderuar. Mirësjellja me njerëzit bën që njerëzit të kenë lidhje të forta dhe të mira me njëri tjetrin, që të kenë dashuri për njëri tjetrin. Dhe dashuria, morali mirë ndërmjet njerëzve i ngrej njerëzit në grada të larta tek Allahu. Bëhet sebeb që njerëzit të marrin shpërblime shumë të mëdha tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe këtu qëndron rëndësia e kësaj porosie që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Në fakt, mirësjellja me njerëzit hyn ke taqwaja. Është një nga cilësitë me të cilat plotësohet taqwa Allahu. Pra njeri që i ruhet dënimit të Allahut, që ka frikë Zotin, njeri i devotshëm në fe, sillet dhe mirë me njerëzit, i respekton njerëzit, se respektimi të drejtave të njerëzve është një nga detyrat fetare. Allahu i lartësuar na ka caktuar si detyrë. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmendur si një nga cilësitë e devotshme, një nga cilësitë e njerëzve të devotshëm, njerëzve që kanë takwa, mirësjelljen me njerëzit, bujarinë, faljen, tolerancën, mirëbërjen, mirësjelljen. Ka thënë Allahu i lartësuar: "U'iddat lil-muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra." Xheneti, gjerësia e të cilit është sa gjerësia e qiellit dhe e tokës, është përgatitur për njerëzit e devotshëm, për ata që kanë takwa, të cilët japin, shpenzojnë pasuritë e tyre kur kanë shumë dhe kur kanë pak, kur janë në gjendje të mirë, por edhe kur janë në gjendje të vështirë, që e përmbajnë veten kur zemrohen dhe nuk veprojnë, nuk marrin hak, falin, wal afina anin nas, dhe i falin njerëzit. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu i lartësuar i do ata që
bëjnë mirë, ata që sillen mirë, ata që flasin mirë, ata që përsosin adhurimin për Allahun, ata që kanë sjellje dhe moral përsosur me njerëzit. Pra, ky ajet i Kuranit që ka përmendur cilësitë e njerëzve të devotshëm, ka përmendur moralin e lartë dhe ka përmendur dy shtylla: bujarin, mirëbërjen, kjo është e para, dhe e dyta, ti jesh i përmbajtur, të durosh njerëzit, të falësh. Ka përmendur dy çështje të rëndësishme të moralit të bukur. Profeti sallallahu alaihi wasallam në fundin e hadithit ka theksuar mirësjelljen me njerëzit si një e drejtë e njerëzve që duhet të respektohet, se ndoshta dikush mund të mendojë që kjo nuk hyn ke takuaja. Mund të mendojë që njeriu mund të jetë i devotshëm ndaj Zotit, qoftë edhe pa u sjellur me njerëzit, po ky është koncept i gabuar. Kush nuk sillet mirë me njerëzit ka mangësi. Nuk ka devocionin e duhur ndaj Allahut të lartësuar. Nuk është një fetar i mirë. Nuk është një besimtar i plot. Ka mangësi. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar Muadhin si një thirrës në Yemen. E ka dërguar si një gjykatës, si një mësimdhënës. Do t'i ftonte në Islam, do mësonte fenë, do gjykonte në mesin e tyre. Dhe në këtë aspekt, morali i lartë lipset më shumë. Çdo njeri duhet sillet mirë, po sidomos thirrësi në rrugën e Allahut, sidomos edukatori, mësimdhënësi, gjykatësi, do të jetë i drejtë, do të jetë i çiltër, do të jetë i sinqert, do të ruajë amanetin, do të flasë drejt, do të jetë durimtar, do të jetë mirënjohës, do të jetë i turpshëm, të buzëqesh, të fjalë mira, domethënë të falë, do të jetë tolerant, do të jetë zemërgjerë, do të jetë dorëdhënë. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka theksuar këtë çështje edhe në mënyrë të veçantë, porosi që ka dhënë Muadhit radhiyallahu anhu kur e ka dërguar në Yemen. Prandaj vëllezër, ne si thirrës, e gjithë jemi thirrës në Islam. Ne si edukatorë, ne edukojmë në familje. Ne jemi pasqyre e muslimanëve, e umetit në këtë vend. Faktikisht njerëzit duhet të marrin mësimet e vetë nga Kurani dhe nga Suneti. Mirë, po njerëzit shohin moralin e muslimanit, sjelljen e muslimanit. Kështu që duhet flas morali jon, sjellja jon, komunikimi jon me njerëzit. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe na ka nxitur që të kemi moral të bukur. Dhe ka përmendur mirësitë e mëdha të moralit të bukur, moralit të mirë. Në hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Akmalul mu'minina imana, ahsanuhum akhlaqa, wa khiyarukum li ahli." Ka thënë besimtarët me besimin më të plotë janë ata që moralin e kanë më të mirë. Pra besimtarët më të mirë janë ata që moralin e kanë më të mirë. Kjo tregon se morali i mirë përfshihet ke imani. Dhe njeriu pa përmirësuar moralin nuk bëhet besimtar i mirë, nuk është një fetar i mirë, ka mangësi. Imagjino një ndërtesë që është ngritësi me shtyllat, me muret, mirë po nuk ka suva, nuk është bo komode, nuk është ly, nuk është uvatu. Nuk është e hishme kjo. Madje nuk është as e banueshme. Edhe njëri që ka shtyllat e besimit, i kryen ritet kryesore, ibadetet kryesore, mirë po s'ka moral të mirë. Feja e tij është e mangët. Devocioni i tij fetar është i mangët, ka shumë mangësi të mëdha. Dhe më të mirë për ju thotë janë ata që sillen më mirë me familjen. Sjellja në familje është tregues i moralit të lartë. Se ndoshta dikush mund sillet me shokët, me miqt, mund sillet mirë, po me bashkëshortën nuk sillet mirë, me fëmijët, me prindërit nuk sillet mirë për shembull. Kjo çfarë tregon?
tregon që ky njeri moralin e lartë nuk e ka për hir të Allahut. Tregon se është moral të mirë ke njerëzit, po a mos e ka moralin e mirë. Pikë parë duhet që familja gjejnë, domethënë shkueshmërinë, moralin e mirë, mos sill mirë me familjen. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër ka thënë: "Inna ar-rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im qa'im." Njeriu me moralin e lartë arrin gradën e atij që fal namaz natën, namaz nafile, dhe që agjiron ditën. Pra njeriu që kryen farzet patjetër, largohet nga gjunahet dhe respekton drejtat e njerëzve, sillet me moral të mirë me njerëzit, arrin një grad shumë të lartë tek Allahu, arrin gradën e atij që fal namaz natën dhe agjiron nafile. Në hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min shay'in athqalu fi mizan al-'abd yawm al-qiyamati min husn al-khuluq." Nuk ka gjë që rëndon më shumë në peshorën e robit ditën e gjykimit se sa morali i mirë. Dhe sipas një hadithi tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur: "Ya Rasulullah, ma afdal ma utiya al-mar'u al-muslim?" qala husn al-khuluq. O i dërguar i Allahut, cila është vetia më e mirë, cilësia më e mirë që jepet një njeriu musliman? Tha, është morali i mirë. E ka pyet profetin sallallahu alaihi wasallam sepse morali i mirë tregon fetarinë e mirë të njeriu. Dhe sipas një hadithi tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam është pyetur: "Ya Rasulullah, ma aktharu ma yudkhilu an-nas al-janna?" qala taqwa Allahi wa husn al-khuluq. O i dërguar i Allahut, cilat janë ato veprat që i çojnë më shumë të njerëzve në xhenet? Ka thënë takwaja dhe morali i mirë. Njerëzit që kanë moral të mirë do të jenë më të dashur ke profeti dhe më pranë mexhlisit të tij në ditën e gjykimit, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa." Ka thënë njerëzit që do të jenë më të dashur për mua dhe që do të jenë më pranë mexhlisit tim në ditën e gjykimit janë ata që e kanë moralin më të mirë. Madje profeti ka garantuar vendin, domethënë në xhenetin më të lartë për ata njerëz që kanë moral të mirë. Ka thënë: "Ana za'imun bi baytin fi a'la al-janna liman hasuna khuluquhu." Unë garantoj shtëpi në vendin më të lartë në xhenet për atë njeri që ka moral të mirë. Pra shumë mirësi të mëdha kanë me arrit ata njerëz që kanë moral të mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me misionin që të përmbush moralet e mira, siç ka thënë një hadith: "Inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Unë jam dërguar që të përsos moralet e mira. Pra njerëzit, kishin njerëz që kishin moral. Kishin njerëz që ishin durimtar, ishin bujar, ishin trima, ishin falës, ishin të drejtë. Po profeti sallallahu alaihi wasallam erdhi që të përsoste moralin e mirë, të kultivonte moralin e mirë, të nxiste njerëzit që përmirësojnë moralin. Sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një nga detyrat me të cilat u ngarkua profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ai ka dhënë shumë rëndësi mirësjelljes, moralit të mirë, respektimit të drejtave të njerëzve. Të përmendim atëherë disa nga moralet e mira, që ta kuptojmë temën, për çfarë po flitet. Spari, sinqeriteti, çeltërsia, themi të vërtetën, mos gënjejmë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Aleikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-janna." Ka thënë thoni të vërtetën, sepse kush thot të vërtetën bëhet njeri i mirë, dhe kush bëhet njeri i mirë dhe i devotshëm shkon në xhenet. Dhe nëse njeriu thot të vërtetën, nëse është i çiltër, nëse është i sinqert dhe ky i bëhet moral, i bëhet karakter, ai do të shkruhet tek Allahu si njeri i siddiq, njeri i sinqert, i çiltër, i drejtë.
Drejtësia, Allahu na ka urdhëruar në Kur'an që të jemi drejt. Inna Allaha ya'muru bil 'adli, Allahu i lartësuar urdhëron për drejtësi. Allahu i lartësuar nuk i do zullumçarët. Allahu na ka ndaluar zullumin. Thjeshtësia, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Tawadhu ibadallah, fa inna Allaha awha ilayya an tawadhu." Tregoni të thjeshtë o robët e Allahut, sepse Allahu i lartësuar më ka frymëzuar që të jemi thjeshtë. Do të flas pak më pas për thjeshtësinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ta pranosh vërtetën, ose marrësh veten me lart se të tjerët, mos i përshmosh të tjerët. Kjo është thjeshtësia. Bujaria, fisnikëria. Allahu është bujar dhe ai do njerëzit bujar. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar. Shpirtmirësia dhe toleranca i dërguar Allahu ka thënë në hadith: "El imanu as-sabru was-samaha." Ka thënë imani është durimi dhe shpirtmirësia, toleranca. Durimi. Durimi në fakt është boshti i moralit të mirë. Kush ka durim, do përmirësoj moralin. Kujt i mungon durimi, s'ka më pas moral të mirë. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Wa ma utiya ahadun 'ata'an khayran wa awsa' min as-sabr." As kujt nuk i jepet cilësi ma e mirë dhe ma e bollshme se sa durimi. Në shumë vende Allahu ka përmendur durimin, ka përmendur mundësinë e durimit. Turpi, me qenë turpshëm. Turpi është pjesë e imanit, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, është një nga moralet që kanë pas profetët, është trashëguar nga profecia e hershme që ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam, trimëria i dërguarit nga qenë njeriu trimi më i madh, me majt besën, me rujt amanetin, siç ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an: "Wa awfu bil 'ahd", ka thënë mbajeni besën. Ka thënë për amanetin: "Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha." Allahu ju urdhëron që t'i çoni amanetet në vend, t'u çoni atyre që u kanë besuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur tradhtin, e ka përmendur si nga cilësitë e munafikëve, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Çoja amanetin atij që të ka besuar dhe mos e tradhto atë që të tradhton ty, edhe mirënjohemi që janë mirënjohës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La yashkurillah man la yashkurin nas." Nuk tregohet mirënjohës ndaj Allahut ai që nuk falenderon njerëzit, ai që nuk ka di, domethënë njerëzve për nderin që ja kanë bërë. Men sana aleikum ma'rufan fakafi'uh, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, kush u bën një të mirë, kush a bën një nder, atëherë shpërblejeni atë. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bih fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Nëse nuk keni, domethënë, me çfarë t'ia shpërblejeni atij që u ka bën nder, që u ka dhënë dhuratë, ka ndihmuar, atëherë bëni lutje për të, aq sa të mendoni se ju ja keni shpërblyer. Me rujt gojën, me fol mirë, mos me fol keq. Kush beson Allah dhe ditën e fundit, thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, le të thotë fjalë të mira ose të heshtë, dhe nëse njeriu e shon gojën, nëse nuk e ruan gojën, kjo e çon zjarrin e xhenemit, Allahu na ruaj. Prandaj ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguar Allahut, cilat janë ato vepra që i çojnë më shumë të njerëzit në zjarrin e xhenemit?" Ka thënë: "Është goja dhe organi gjinor." Pra goja dhe organi gjinor, immoraliteti e çon njeriu në zjarrin e xhenemit. Po edhe fjalët e këqija e çojnë robën në zjarrin e xhenemit. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër ka thënë: "Kush më garanton gojën, pra nuk flet mirë, nuk flet keq, dhe ruan dhe veten nga immoraliteti, unë garantoj", ka thënë, për të xhenetin. E pyetën profetin sallallahu alaihi wasallam për një grua që agjironte shumë nafile, falte shumë namaz nafile shumë, por e lëshonte gojën dhe i mundonte fqinjet e saj, komshijet. Tha profeti: "La khayra fiha hiya min ahli an-nar." Nuk ka mirësi kjo grua, ajo do shkojnë në zjarrin e xhenemit. Për shkak të moralit keq, shkojnë në xhenem. Allahu na ruaj. Mund bëhet sebeb morali keq i robët shkojnë në xhenem.
Nga ana tjetër e pyetën për një grua që i kryente farzet. Edhe jepte fare pak sadaka, pak gjizë. Por ajo nuk i lëndonte komshijet, nuk e lëshonte gojën, nuk e prishte gojën me komshijet. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ajo është banore e xhennetit. Pra ajo i bonte farzet, edhe sillej mirë me njerëzit, e ruante gojën, e çoi Allahu i lartësuar në xhenet. Kështu që mirësjellja e çon njeriu në xhenet, ndërsa sjellja e keqe mund ta çojë në zjarrin e xhenemit. Allahu subhanahu wa taala na ruaj prej tij. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Thot tregohu tolerant me njerëzit. Pranoj njerëzit me karakterin që kanë, me ato gjëra që ata me sjelljen që tregojnë pa u shtirë, pa u vënë në vështirësi, mos i vënë në vështirësi njerëzit. Wa'mur bil 'urfi, urdhro për vepra të mira, urdhro për të mira dhe largohu nga ignorantët, nga të paditurit. Kanë thënë dietarët, ky ajet përfshin moralin e mirë. Ndër fjalët që kanë thënë dietarët për moralin e mirë, El Hasan ka thënë, morali i mirë do të thotë që ti jesh bujar, ti jesh dorëdhën dhe ti durosh njerëzit, ti falësh njerëzit. Edhe nëse ata të bëjnë ndonjë padrejtësi, edhe nëse ata bëjnë keq. Ndërsa Abdullah ibn Mubarak, Allahu mëshiroft, ka thënë, morali i mirë do të thotë që takohesh me njerëzit me fytyrë të qeshur, me buzëqeshje. Dhe profeti ka thënë, "Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa." Dhe buzëqeshja kur takohesh me vllajën tënd, quhet sadaqa, quhet një vepër e mirë për cilën merr shpërblim tek Allahu i lartësuar. Ka thënë, "Wa badlul ma'ruf." Tu japësh njerëzve, të bësh mirë, të kontribosh, të bësh edhe shërbime sociale, ndobit njerëzve. Ndaj, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith që e sjellin Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre, kullu ma'rufin sadaqa, çdo kontribut ndobit njerëzve quhet sadaqa, quhet vepër e mirë për cilën merr shpërblim tek Allahu i lartësuar. Për shembull, liron vendin në tren ose në dobus një të moshuari, ose e ndihmon një të moshuar që të hip makinë, ose e ndihmon njëri, ja ban plaçkat, ose shërben, u jep ujë njerëzve për të pirë. Prandaj profeti ka thënë, sadaka e më e mirë është me u dhënë ujë njerëzve për të pirë. Pra ka thënë, bastul wajhi wa bad'ul ma'ruf wa kafful adha, mos bësh keq njerëzve. Profeti ka quajtur në një hadith e ka quajtur sadaka këto, mos kush nuk u bën keq njerëzve, ruaz, u bën keq njerëzve, për hir të Zotit, edhe kjo quhet sadaka, një vepër e mirë për cilën merr shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroft, ka thënë, të kesh moral të mirë do të thotë të mos nevrikosesh, mos nxehesh, ta përmbash veten, mos inatosesh. Këto janë disa thënie të përmendura nga dietarët e Muhamedit në lidhje me moralin e mirë. Po moralet e këqija janë e kundërta me këtyre moraleve të mira, të cilat u përmendën pak më parë, siç është gënjeshtra. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Iyyakum wal kadhib, fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar." Ka thënë, ruani nga gënjeshtra, se gënjeshtra e bën njeriu të keq. Dhe nëse njeriu bëhet i keq i mbrapsht, atëherë përfundon në zjarrin e xhenemit. Nëse gënjeshtra i bëhet moral njeriu, atëherë ai do shkruhet tek Allahu i lartësuar si gënjeshtar. Është padrejtësia. Padrejtësia është errësia në ditën e gjykimit, që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, është mendjemallësia, kush ka një grim me një mallësi në zemër, nuk hyn në xhenet, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, është kopracia. Kopracia është një nga moralet më të këqija, është frika, paniku, ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam që është kundërta e trimërisë. Profeti është lutur Allahut që ta ruajë nga paaftësia dhe nga frika. Është paturpsia, njeriu e fliq gojën, sillet keq, sillet në mënyrë vulgare me njerëzit. Është tradhtia,
pabesia, janë kundërta rujtja e amanetit dhe mbajtja e besës. Njeriu me moralin më të lartë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai ka gëzuar moralin më të përsosur. Dhe ajo shembull për në gjitha aspektet, përfshi dhe moralin e mirë. Allahu ka dëshmuar në Kur'an se ai kishte moral të lartë. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Vërtet ti ke moral të lartë, moral madhështor. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu me moralin më të lartë, siç tregon Anas ibn Malik, thotë kana Rasulullah ahsana an-nasi khuluqan. Ka qenë profeti njeriu me moralin më të lartë, njeriu më trim, njeriu më bujar. Ka thënë Abdullah ibn Abbas kana Rasulullah ajwad an-nas. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar. Nuk rezervon të gjë për të nesërmen, thuhet në një hadith kana la yadkhilu shay'an li ghadin. Nuk ka ndodhur që profeti i kërkoi diçka, ta kishte dhe thoshte jo, mos e jepte. Ka ndodhur që i ka kërkuar profetit sallallahu alaihi wasallam gjëra që i kishte për vete, që i duheshin, nevojiteshin dhe i ka dhënë. Shumë një këmishë që kishte vesh se i duhej, dikush e kërkoi, profeti shkoi, e ndroi, e hoqi dhe ja dha atij. Siç thuhet në një hadith të saktë. Ishte trimi më i madh sallallahu alaihi wasallam. Në luftra sahabët mbrojën me profetin sallallahu alaihi wasallam. Një herë u ngjui një zon në Medinë dhe u friksuan njerëzit se mos ka ardhur ndonjë armik. Edhe u nisën drejt zonit. Se çka ka ndodhur? Gjetën profetin. I kishte hikur një kali të pashartë e Abu Talhas. Edhe kur njerëzit u nisën anej, e gjetën profetin duke u kthyer. U tha profeti, mos u friksoni, mos u friksoni. Por shikoni, i parë shtetit islam, i madhe njerëzimit, i dashur e Allahut, udhërfyesi ynë, njeriu më i mirë, në kushte frike, ishte trimi më i madh. Sallallahu alaihi wasallam. Morali i profetit ishte Kurani. E kanë pyetur Aishën se cili ka qenë morali i profetit, qalet kana khuluquhu al-Quran. Morali i profetit ishte Kurani. Domethënë se ka shpjeguar Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, profeti sallallahu alaihi wasallam zbatonte urdhrat që ka dhënë Allahu në Kur'an. Ishte dorë nga ato që i ka ndaluar Allahu në Kur'an. Kishte moralin për cilin e ka folur Allahu në Kur'an. Edhe Kur'ani, urdhrat e Kur'anit kishin natyrë. I zbatonte natyrshëm sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam, siç ka treguar Abdullah ibn Amr ibn As, për shkrimin e moralit të tij edhe në Teurat. Në librin e parë, leysa bil fadhi wala al ghadhin ghalidhi wala as-sakhabi wala yadfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'a walakin ya'fu wa yasfah. Nuk ishte i ashpër, nuk ishte i vrazhd, kishte komunikim të bukur dhe të mirë me njerëzit. Nuk bërtiste në përtregje, nuk e shmangte të keqen me të keqe. Dikush mund i bonte keq, mund i thonë fjalë të rënda, profeti ja kthente me të mirë. Falte. Kështu thuhet në të hadith, në përshkrimin e sjelljes moralit profetit tonë sallallahu alaihi wasallam, ka qenë njeriu që sjelli më mirë me familjen e tij. Ka thënë wa ana khairukum min li ahli. Unë jam njeriu që sjellet më mirë me familjen e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur nuk i ka rënë me dorë ndonjërs nga bashkëshortet e tij. As nuk i ka rënë me dorë ndonjë fëmijë, as ndonjë shërbatori. Dorën e ka përdorur vetëm kur ka bërë xhihad kundër armiqve në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam mund të ndodhte që i jepte mundësi, i ka dhënë mundësi nënës besimtarëve Aishës radhiyallahu anha që dhe të luaj. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka pirë aty ke vendi ku pinte Aisha radhiyallahu anha, në tjetër gotë me Aisha, ka bogar me Aisha radhiyallahu anha, ulej me bashkëshortet e tij, bashkëbisedonte me to sallallahu alaihi wasallam pas namazit të yatsis. Pra kishte moralin më të mirë dhe në sjelljen e tij me familjen. Profeti sallallahu alaihi wasallam sjelli shumë mirë me shërbëtorët, nuk i mundonte, nuk i keq trajtonte, nuk kërkonte prej tyre diçka që se bënin dot. Thot Enes ibn Malik, i kam shërbyer profetit 10 vite. Ishte shërbëtor i profetit. Thot kur nuk më ka thënë për diçka që se kisha bërë, pse se ke bërë këtë gjë? Dhe kur nuk më ka thënë për diçka që i kisha bërë, pse e ke bërë këtë gjë? Profeti sallallahu alaihi wasallam mund të ndodhte që vinte një sklave, e kapte për dorë profetin dhe shkonte
shkonte aty ku kishte hall. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam shkonte, ndihmonte asaj dhe ja plotësonte asaj nevojën që ajo kishte. Profeti sallallahu alaihi wasallam sa herë që është vendosur të zgjedh mes dy çështjeve, ka zgjedhur më të lehtën, përveç nëse do ishte diçka që është haram. Sa herë që është kërkuar për ti të zgjedh mes dy gjërave, ka zgjedhur më të lehtën. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më i turpshëm. Ishte më i turpshëm se sa ajo vajza që rrinte në shtëpi dhe nuk dilte, nuk përzihej me njerëzit, sikur se thuhet në hadith. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i thjeshtë, bënte punë të shtëpisë, siç ka treguar Aisha radhiyallahu anha, qepte opingën, arnonte rrobën, milte baktin. Nuk kishte problem që me bën edhe punët e shtëpisë. Sallallahu alaihi wasallam. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ka qenë zahid i madh. Jetonte në kushte shumë thjeshta, shumë modeste. Kalonin rreth 2 muaj dhe nuk ndizej zjarr në shtëpinë e profetit, por me çfarë mbashin? Me ujë dhe me hurmë arabie, siç ka treguar Aisha radhiyallahu anha. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka shtruar hasrën tokë dhe rrinte aty me atë hasrën. Ai ka pas mundësi që të bënte jetën më luksoze të kohës tij, por doshte me jetuar domethënë në mënyrë të modeste, në mënyrë shumë thjeshtë. Sallallahu alaihi wasallam. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam i përkëdhelte fëmit, i mante afër, dilte nga xhamia, takonte fëmit në rrugë, i jepte selam, i përkëdhelte, i prekte në fytyrë. Siç ka treguar Xhabir ibn Samura radhiyallahu anhu, i përkëdhelte fëmijët, i afronte, mund t'i puthte fëmijët. Ka ndodhur që ka marrë Hasenin dhe Husejnin në xhami, dy nipërit e tij, sallallahu alaihi wasallam. Për të folur për moralin e profetit, faljen, zemërgjerësinë, tremërinë, bujarinë, thjeshtësinë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të tjera morale të bukura të profetit sallallahu alaihi wasallam, është një temë shumë e gjerë. Mjafton që përmendem disa nga moralet e bukura të profetit sallallahu alaihi wasallam, që të kuptojmë se ajo është në majën e moralit të bukur dhe ne duhet ta njohim jetën e profetit, moralin e profetit dhe ta ndjekim shembullin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është një nga mënyrat që ne të përmirësojmë moralin. Pra, ta ndjekim profetin tonë, sallallahu alaihi wasallam, ta ndjekim shembullin e profetit. Si mund të përmirësojmë moralin? E para, ndjekim shembullin e profetit. Ta njohim moralin e profetit, sallallahu alaihi wasallam. E dyta, shoqërohemi me njerëz të mirë. Ulja me njerëzit të mirë që kanë moral të mirë, shoqërimi me ta, na ndihmon që ne të kemi moral të mirë si puna e tyre, mësojmë prej tyre bujarinë, mikpritjen, thjeshtësinë, do flasim mirë, do ngjojmë fjalë të mira. Pra, shoqërimi me njerëzit e mirë ka ndikim shumë të madh për përmirësimin e moralit. Nga ana tjetër, shoqërimi me njerëz të këqij ka ndikim të keq dhe çon në përkeqësimin e moralit. Njëri që shoqërohet me njerëz të këqij që lëshojnë gojën, që shajnë, mallkojnë, filloj edhe ai të shajë, të mallkojë kështu me radhë. Njëri që shoqërohet me njerëz që kanë vese, rrezikon që të marrë veset si puna e tyre. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: "El mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Njeriu është në fenë e mikut të tij. Prandaj secili prej jush le të shohë se me kë shoqërohet. Më thuaj me kë shoqërohesh, të them se kush je. Kështu thot fjala popullore dhe kjo fjalë ka bazën ke thënia profetike. Sallallahu alaihi wasallam, ka thënia profetit sallallahu alaihi wasallam. E treta, të përpiqemi për mësoj moralin. Morali mirë mund të kultivohet. Nuk është i vërtet koncepti që njeriu lind me moralin e mirë dhe s'mund ta kultivojë atë. Faktikisht, njeriu e ka në karakter moralin. Dhe ka njerëz që lindin me karakter të mirë, durimtar, bujar, zemërgjerë, trima,
por edhe këta që e kanë karakter mund ta kultivojnë më shumë moralin e mirë. Edhe ai që ka dobësi mund të kultivojë moralin e mirë. Për këtë arsye vërejmë domethënë që në një shoqëri ku njerëzit kanë moral më të mirë, vërejmë që kanë durim më shumë, janë më zemërgjerë, janë më të ndershëm, janë mikpritës më të mëdhej. Për shembull, në një zonë ku njerëzit janë mikpritës, rrallë që është një kopratës. Nëse një zonë ku njerëzit nuk e hapin derën, nuk presin musafir, është e rrallë me gjetë njëri bujar. Çfarë do thotë kjo? Që këto morale mund kultivohen, mund ta kultivojnë moralin e mirë. Prandaj Allahu na bën thirrje në Kur'an për durim, që do thotë që ne mund ta kultivojmë durimin, ne mund ta shtojmë durimin, kështu që të përpiqemi. Sa ata që përpiqen u jep mirësia Allahu subhanahu wa taala dhe i ndihmon që të kenë moral të mirë. Dhe e fundit është lutja. Ti lutemi Allahut subhanahu wa taala që na e përmirësoj moralin. Në një hadith sillet se profeti sallallahu alaihi wasallam është lutur duke thënë: Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. O Allah, ashtu sikur se ti më ke dhënë paraqitje të bukur, ma përmirëso dhe moralin, që të kem moral të bukur, të kem moral të mirë. Gjithashtu, një lutje tjetër, të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam e bonte kur hapte namazin e natës. Lutje për hapjen e namazit mas tekbirit fillestar. Është një lutje e gjatë, por një pjesë e kësaj lutje është kështu: Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa anta. O Allah, më udhëzo që të kem moral të mirë, ma bëj mbar të kem moral të bukur, moral të mirë. Wasrif anni sayyi'aha, dhe ma largo moralin e keq. Mos kem moral të keq, sepse askush nuk mund më bëj mbar që të kem moral të mirë dhe nuk më largon moralin e keq përveç teje. Allahu lartuar na e bën mbar që të kemi moral të mirë dhe që të ruhemi nga morali i keq. Elus Allahun ta përmirësoj moralin tonë, elus Allahun subhanahu wa taala që t'i përmirësoj marrëdhëniet mes nesh, që të kemi dashuri për njëri tjetrin, të kemi mëshirë për njëri tjetrin, t'ia duam të mirën njëri tjetrit, se nëse muslimani nuk e do të mirën tjetrit, atëherë ai nuk e ka besimin plot, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Askush për jush nuk bëhet besimtar i mirë dhe i përsosur derisa të doj për vllajën e tij atë që të mirë që e do për veten. Mos më pas mirë musliman, me qenë dashamirës, me dash të mirën të tjerëve. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali al-jasadi al-wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru al-jasadi bis-sahri wal-humma. Besimtarët në dashurinë për njëri tjetrin, në dëmshurinë për njëri tjetrin, në mëshirën për njëri tjetrin, duhet të jenë si një trup. Nëse një pjesë e trupit ka dhimbje, atëherë dhimbjen e vuan, e përjeton i gjithë trupi. Këtu erdhi fundi i këtij mësimi, elus Allahu subhanahu wa taala ta bëjë të dobishëm. Allahu shpëlbef me të mira për dëgjimin. Allahu subhanahu wa taala u pranoft në veprat e tuaja të mira pjesëmarrjen në këto mexhlise. Realisht unë jam i impresionuar me organizimin e kësaj qendre, me punën dhe me aktivitetet që bëhen në këtë qendër. Unë Hoxh Husniun, Allahu e ruajt, e njoh që prej më se 30 viteve, mik, shok, bashkëpunëtar në këtë rrugë të hajrit, jam takuar mjaft herë edhe masi jemi kthyer prej studimeve me Hoxh Husniun, Allahu shpëlbej me të mira. Edhe kjo punë, kjo organizim, kjo qendër, janë fjalë që unë nuk dua t'i them, të nësy, po është nxitje për mirë, nxitje për kontribut, nxitje për vllazëri, për bashkëpunim, që të vazhdojmë këtë punë të hajrit,
Pra një punë që ka filluar me vështirësi, po që elhamdulillah është konkretizuar me një qendër, një xhami, në zgjerim me sipër, me aktivitete, me mësime, një qendër, domethënë që konsiderohet qendra më e madhe këtu në Belgjik, qendër që është shembull për qendrat e tjera të shqiptarëve, xhamitë e tyre këtu në Belgjik, qendër suneti, ku mësohet suneti i profetit, rruga e drejtë e profetit sallallahu alaihi wasallam, qendër që sipas informacionit tim ka pas ndikim dhe në hapjen e qendrave të tjera këtu në Belgjik. Pra shërben jo vetëm për përmirësimin e gjendjes muslimanëve këtu në këtë lagje, në këtë vend, në këtë qytet, por edhe në qytetet e tjera, në vendet e tjera të Belgjikës, madje edhe më gjerë. Ndikimi i kësaj qendre dhe në vendet e tjera, alhamdulillah, do të shpresojmë që të ketë ndikim këtu, në vendet e Evropës, se janë të rralla qendra të tilla sipas vlerësimit tim. Ka, po janë të rralla në diasporë. Dhe inshallah shpresojmë që të ketë ndikim edhe në trevat tona, nga vim. Elusi Allahun subhanahu wa taala që t'u jap bereqet gjithëve, edhe të vazhdojë kjo punë e xhairit, të vazhdojë mësimet, se ka nevojë të madhe muslimanët këtu, të rinjtë dhe të rejat, e fëmijët, këto mësime që janë të vazhdojnë dhe shtohen dhe mësime tjera inshallah taala, se xhair të madh do kemi, nëse do vazhdojnë mësimet, nëse do vazhdojnë puna, nëse do shtohet dia e fesë, dia e fesë, është si shiu për tokën. Imagjinoni aty ku njerëzit nuk mësojnë për fen, çfarë ndodh? Edhe xhamiat rrezikojnë avash të mbyllen. Njerëzit që e kanë thjesht fen, thjesht tradit, çfarë ndodh me ta? Fillojnë të psohen fe. Edhe familjet e hoxhallarëve dhe vajzat e tyre, po dhe atyre që kanë qenë në namaz, kanë filluar avash, gratë me pashami, vajzat pashami, me elon namazin, me elon fen, ka fshatra, ka zona, edhe në trevat tona, ku a fshi feja apo rrezikon që të fshihet. Po ne shpresojmë që me mësime, me edukim, me dije feje, me bashkëpunim, me vllazëri, me mbështetjen e aktiviteteve dhe punëve të xhairit, të rigjallërohet feja. Bi'idhnillahi tebaraka wa taala. Allahu shpëlet në të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.